Alergjitë në përgjithësi janë duke u shtuar, sidomos në vendet e cilat janë në zhvillim, sepse alergjitë ndikohen nga shumë faktorë, nuk është se ka vetëm një faktor që na bën rritjen e prevalencës së sëmundjeve alergjike. Në Shqipëri, me vitet e fundit, domethënë që pas prishjes së sistemit, gjithmonë prevalenca e sëmundjeve alergjike nga viti në vit ka ardhur duke u rritur, dhe faktorët që mendohen që janë më të diskutuar sot për sot ndërkombëtarisht janë shtëpitë më të izoluara, qëndrimi më shumë brenda mjesa e fëmijët janë më pak të ekspozuar dhe lozën më pak jashtë, janë më pak të ekspozuar nga bakteret dhe nga infeksionet komune, infeksionet që ata duhet t'i kalojnë që të përshtasin sistemin imunitar kundrejt shfaqjes ose mbrojtjes ndaj sëmundjeve alergjike, le të themi, kështu që janë multifaktoriale, nuk është vetëm një faktor. Zhvillimin e vendit, urbanizimi dhe faktorët e ndotjes janë faktorët e tjerë që ndikojnë në pjesën e sëmundshmërisë. Është vënë re nga shumë studime që fëmijët të cilët jetojnë në fshatra apo në zona rurale kanë, pavarësisht se kanë më shumë gjelbërim, po themi, pra janë të ekspozuar nga më shumë polene, po themi, në që janë periudha e pranverës, kanë më pak më shumë pemë, po kanë më pak sëmundshmëri alergjike, sepse mendohet që ekspozimi ndaj shumë faktorëve mikrobial të ndryshëm që përmban jeta e fshatit dhe luajtja jashtë të ndryshe, pra që fëmijët lozin jashtë, ekspozohen nga shumë faktorë të ndryshme, i mbron nga sëmundjet alergjike, ndryshe nga fëmijët e qytetit, të cilët janë më pak të ekspozuar ndaj këtyre shumëllojshmërisë së baktereve të ndryshme që nxisin sistemin imunitar kundrejt mbrojtjes së sëmundjeve alergjike. Ndotja ambientale që është në qytetet e mëdha është një faktor tjetër që i bën alergjenët më agresiv, e irriton gjithë mukozën, që vesh traktin respirator, që janë faktorë që na ndihmojnë dhe ose që shkaktojnë, le të themi, ose favorizojnë shfaqjen e sëmundjeve alergjike. Apo mbillen nga Bashkia e Tiranës, nga instancat që janë përgjegjëse, bimë të cilat në fakt për një pjesë të mirë, pra 80% të qytetarëve janë alergjik nga ato bime, siç është rasti i rapit. Pra, çfarë a shkakton në të vërtetë rapi kaq shumë alergji tek njerëzit? Unë do thosha, me sa i përket qasjes, së mënyrës se si bashkia projekton, është tendenca që përdorin bimët të njëjtës lloji dhe shtrihen në përgjat gjithë aksit rrugor. Kjo normalisht e shton polenin që kalon në ajër, por nuk është vetëm një faktor. Faktor kryesor të tjerë është një fakti që po ndryshojmë këto ndryshimet klimatike. Temperatura po bëhen sa herë më të nxehta, thatësira po shtohet, dhe njëkohësisht është shtrimet poroze. Po të shohim në qytet, kemi shtrime të cilat nuk e lejojnë ujin të dëpërtojë dhe të thithet për të krijuar atë lagështinë. Së dyti, kompozimi që bëhet ka tendencë të jetë monokultur, pra një bimë e shtrirë përgjatë gjithë aksit. Nëse do kishim një kompozim të tillë dhe mund të themi, si për shembull, çfarë do të ndryshonte për Tiranën? Do të ndryshonte, nëse do ju jepja një rast konkret, nëse do marrim rrugën e Kavajës, ajo është një nisëm e mirë për ta balancuar disi poleni që shkakton. Çfarë ka në rrugën e Kavajës? Konkretisht, po të shohim nga të dy anët, kemi një pemë që është shumë problematike, që është rapi, që thamë, pra që ka polen në sasi të mëdha dhe në qendër të aksit rrugor kemi mbjell kumbullën e kuqe. Është diskutim tjetër nëse është e qëndrueshme, mund të jetë gjatë e me radhë, po ajo çka bën është që krijon balancë ekologjike. Pra, sasia e polenit reduktohet derisa të vejë tek nga kurora e kumbullës së kuqe derisa të vejë tek hunda e kalitarit poshtë. Pra, disi e zbut, nuk është zgjidhja ideale, po është një qasje për ta përmirësuar këtë gjë. Se normalisht edhe për të shkuar në raste drastike ku ne duhet të presim pemët, nuk mendoj se është qasja e duhur, absolutisht, kur pema është e maturuar dhe shërbimet që ajo ofron në ekosistem janë shumë herë më të larta. Po shpesh herë zgjidhen pemë që nuk kanë shumë kosto. Rapi për shembull nuk ka shumë kosto, rritet shumë shpejt, mund mbillet me një kosto shumë turet, por nga ana tjetër dëmin e ka të madh dhe kur bëhet fjalë për dëm prerje, mendojnë që duhet ketë këtë balancim. Kush janë ato pemë të tjera, bimë të tjera të cilët mund t'i zëvendësojmë në kryeqytet në mënyrë që të sjellim atë balancimin që ti sapo përmende? Kjo është e vërtet, rapi ka relativisht një kosto të më të lirë se pemë të tjera, por nuk është vetëm kjo thelbi. Rapi ka treguar që ka një tendencë ka qëndrueshmëri të lartë, le të themi urbane. Pra nuk do shumë mirëmbajtje, kërkon atë krahasitjen sezonale, është përshtatur më së miri në kushtet urbane dhe prandaj zgjidhja e shpejtë, le të themi, ka qenë mbjellja e rapit
jo vetëm rapit, po zgjedhja e këtyre bimëve që disi janë problematike nga aspekti alergjive, por që janë të qëndrueshme afatgjat. Më përpara kemi pasur kulturën ku ne mbillim edhe pemët frutore. Nuk e di pse kjo kulturë, kjo qasje ka ikur ose është tjetërsuar tërësisht me bimët që do të thotë më përpara kemi pas të tipit ti ke pas agrumet. Pra në përgjithësi pemët frutore, jo të gjitha, po pemët frutore si limone, portokale kanë tendencën që polinohen nga insektet, nuk polinohen nga era. Pra, kurse rapi dhe pemët që krijojnë më shumë alergji nga sidomos kur fyn erë në Tiranë është e pamundur si për njerëzit alergjik dhe jo ato alergjik që të ecësh në rrugët e Tiranës. Sakt. Po është era, është nxehtësia, siç e thash dhe më përpara, dhe njëkohësisht dhe ndërtimi në mas. Pra, i gjithë ka bllokuar. I gjithë ky kompleksitet elementësh akoma e përkeqësojnë më shumë këtë gjë. Si ka mundësi, Silvi, për fëmijët që jetojnë në fshat, që janë në kontakt me qindra bolena, nuk janë aq alergjik sa që janë fëmijët e qytetit. Këtë e thon vetë mjekët apo? Nuk është se po e konstatoj unë. Është pikërisht shtrimi dhe mungesa e sipërfaqeve poroze. Thënë këtë, jo vetëm betoni... Duhet ketë më shumë sipërfaqe të gjelbra, hapësirat e gjelbra. Jo vetëm të gjelbra, kur flas për shtrime, flas edhe për shtrimin e trotuarit, shtrimet e rrugëve. Po të shohim tani është tendenca që pjesa më e madhe e trotuareve po betonizohet. Ke rastin e Mysrëmshyrit ku edhe kryqëzimet e rrugës janë betonizuar. Pra, kjo çka bën është që atë sipërfaqe, atë sasi ujë që vjen nga lart, nuk e përthith më toka për të ndihmuar biodiversitetin, po krijojnë këta ishujt e nxehtë. Kjo është ajo nxehtësia që kur ecën në rrugë ti nuk e, sidomos në verë, nuk e përballon dot. Dhe kjo e përkeqëson akoma më shumë situatën e alergjive.